Çka ka thënë Allahu Dhul Xhelal në Kur'an për kohën, pasha kohën. Vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Përveç të dashur vëllezër besimtar, shpesh njeriu i kësaj kohe ndihet i lodhur, pa e ditur pse. Shpesh njeriu i kësaj kohe ndihet i stresuar, pa e di shkakun. Ne nga mëngjesi kur zgjohemi, nxitojmë në punë, nxitojmë në komunikim, nxitojmë në udhtim, por nxitojmë edhe në adhurimet tona. A kemi harru, por këtu jemi ne për t'ja përkujtuar njëri tjetrit. Koha vëllezër nderuar është krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Sikurse çdo gjë që na rrethon e dukshme dhe e padukshme është krijesë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Por edhe koha është krijesë e Allahut. Atë nuk mund ta shtojë askush, nuk mund ta paksoj askush, nuk mund ta begatoj askush, nuk mund t'ja jap bereqetin askush, përveç se ai që e ka kriju. Çka ka thënë Allahu Dhul Xhelal në Kur'an për kohën, pasha kohën. Vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Përveç atyre që besuan, bën vepra të mira dhe këshilluan njëri tjetrin në të vërtetën dhe janë të durueshëm. Ky ajet i Kur'anit na tregon se koha është kapital, është pasuri, po në anën tjetër është sprovë. Duhet ta kuptojmë se ata të cilët e shfrytëzojnë kohën me iman, me besim të drejtë, duke bërë vepra të mira, duke porositur njëri tjetrin në të mirë dhe janë të durueshëm, ata fitojnë prej kohës, në të kundërtën janë të humbur. Në një ajet tjetër, thot Allahu xhelle xhelalu, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e namaz, vërtet Allahu është me durimtarët. Çka na mëson ky ajet? Ky ajet na mëson se ndihma, forca, mbështetja vjen kur ne jemi të durueshëm, mirë po edhe i kryjm adhurimin që e kërkon Allahu xhelle xhelalu. Ne shpëtimin, ne rahatin, ne qetësinë e gjejmë në adhurimin e Allahu subhanahu wa taala, në këtë rast është namazi. O vëllezër nderuar, kjo dinamike jetës, ky nxitim në masë të madhe ka prek edhe adhurimet që i kryjm për Zotin Dhul Xhelal. E në tekst veçantë sot do të ndalemi tek nxitimi në adhurimin ndaj Allahut që është 5 herë në ditë namazi. E keni pa vëllezër nderuar, të nxituan të e marr abdesin, të nxitu me hyn xhami, të nxitu me ezan rekatin, të nxitu me kry namazin, edhe të nxitu me dal prej xhamisë. E ku na nis? A na harrum se ky Zot që ka kriju këtë kohë, ne pse gutemi me fal namazin, ma shpejt ta kryjm xhuman, se ne adhurimin e kemi bë me sekonda dhe minuta. Ju ka rana përvesh, po shkoj te filan xhamia se ma shpejt po falet namazi. Po shkoj filan vendi me i fal taravisa aty për 25 minuta për përfundojnë taravit. Do kemi arrim në një kohë ku edhe në adhurimet tona jemi të nxitu. E Allahu xhelle xhelalu na ka bë thirrje, sa e ka ditë që ka kriju një krijesë që ka nevojë për qetësi shpirtënore. Vallahi askun nuk keni me mujt me gjetë rahatin, përrejën shpirtënore përveç në namaz. Në rast se gjatë këtyre ditëve ose pjesës tane të jetës tane mundosh me gjetë rahatin dikun tjetër jashtë namazit, dije se ke gabuar. O vëllezër të nderuar, kur hyn robi besimtar në namaz, është drejt për drejt me Zotin Dhul Xhelal. Kjo i bjen, o Zot jam unë po vi mu taku me ty 2 minuta, e po du me shku ma shpejt me kry punë të dynjas. A du të më kane kundërta? Zoti jam po vi mu taku me ty, me qëndru ma shumë, ta punët të dynjas nëzije, nëse ti e ke ba emër.
Sa e ndërprejnë kohën, në ngutemi me kry namazin, me kry punën e dunjas. Mirë po e humbim namazin, mirë po s'mula me arritë dhe me kry punën e dunjas. Allahu i madhreshëm, në një ajet të Kuranit, ai ka folë për ndalesën e alkoholit. Ndëgjojeni mirë. Allahu ka thënë në Kuran, keni kujdes, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur, derisa nuk e dini çka flisnin te. To kanë qenë fazat e para të ndalimit të alkoholit. Mirë po ne, qyshin ato hit dehur, jo prej pijës. Mirë po neve na ka de dunjaja. Halli, derti, problemi dunjas neve na ka de. Ti që të dorën zemër, se këtu kime dha llogari para Allahu Dhul Gjelal. Ato që po e shohim mesin e muslimanëve, hyn namaz, Allahu Ekber, shkputet, nuk kanë lidhje me Zotin, apo muj me za punën, apo muj me hap dyqanin, apo muj me i kry planet. Cilat plane? Plane që Allahu Gjele Gjelalu ta mundsoj me hyn namaz, që aty gjesh qetësinë shpirtërore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam sa herë që ka pas brenga, vështirësi, i ka thënë Bilalit, ja Bilal, ngritu, thirrna për namaz, që aty e gjejmë qetësinë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, robi kur është në sejdë është më afër Allahu Dhul Gjelal, shpeshtoni lutjet. Kur je namaz, Allahu Akbar, bjen ruku, shpirti tani jep i ushqim, thuj Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Po dhe kur bish në sejdë, thuaj Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala. Ose në raste tjera lutu, o Allah falem, o Allah më shirom, o Allah falmi këto gjunahe, o Allah jepum të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Mirë po me këtë nëzitim në adhurim, asin atu fitu për çështjet e dunjas, as për çështjet e ahiretit. Ndëgjojni çka ka thënë Aliu radiallahu anhu. Thot, pushone trupin tuaj në adhurim, sepse shpirti nuk mund të qëndroj i përqëndruan pa qetësi. Në rastin gjatë adhurimit, nuk e qetëson shpirtin tanë, ku po do me gjetë qetësi tjetër. Për atë arsye thash në fillim, na jemi të lodhur dhe nuk e dina për çka. Stresohemi dhe nuk e dina shkakun, sepse na ka kap dehja e dunjas. E për atë arsye, na duhet mi u kthy asaj që Allahu Gjele Gjelalu na ka thirrë në Kur'an, te namazi, por edhe te adhurime tjera. Ta ka mësua Allahu Gjele Gjelalu sa do rob besimtar me ardhë në xhami, se namazi është obligim për gjithë secilin prej neve. Mirë po me ardhë me fal namazin në xhami, jashtë atë ditë dhe gjumaja është problem, grada. Mirë po kur vje koha e ushqimit që trupi yt po lyp me hang dhe me pi, daje pak kohë, ku je aty në fabrik, ku je në nara, ku je në mal atje, kudo që je, thuaj shpirti jem po kërkon ushqim. Daj 5 minuta, 10 minuta për Allahun Dhul Gjelal, që të balin sejtë thuj Subhana Rabbiyal Ala, nuk ka kënaqësi më të madhe. Këti shpirti mos i jep nxitim. Ka me ardhë në xhami, ma ka mundsua Allahu sot me ardhë në ditën e gjuma, ka me marrë abdesin ashtu që shdohet. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam një njeriu? Ishte pejgamberi në xhami, dikush hyri në xhami jashta kohës kur pejgamberi u fal me shokët e tij. Ai e fali namazin. Pejgamberi i tha, ktheu se nuk e ke fal namazin. Ai e përsëriti në dytën herë, tretën herë. Dikur i tha, ja Rasulullah, unë e kështu di, ndryshe nuk di. E filloi pejgamberi alayhi salatu wasalam mi tregu se si falet namazi. Edhe na kena nevojë o vllazër nderun, edhe vetës mja përkujtu, edhe babës, edhe vllazërve, edhe xhamatit, krevin përgjithësi, kur hyn namaz, dije që jetë u lidh me Allahun Dhul Gjelal, jo me dertet e dunjas. Me lexu, me ndëgju për adhuruesit e të kalunës, nuk mundesh me marrë me mend që ka jetu ata njerëz në jetën e kësaj bote kur kanë hyrë namaz është fjala. Ata janë shfut me dunjan. Ti fol sa dush, dridhu toka sa dush, bohu luf sa dush, mirë pa ju koni lidhur me Allahun Gjele Gjelalu. Ndërsa ne shpejt, me minuta, qëre hoxha u vanu,
Suret e shkurta hoj sa ma shpejt se na duhet mi u kthy dunjas. Po më ta marr shpirtin Allahu të nga mas dunjas, e le ibadetin që është kryesor, që semi shpirtit tanë, çka kemi thonë Allahu xhele xhelalu. Për atë arsye vëllezër nderun, na boft Allahu xhele xhelalu mos me nxitu, na me nxitu në punë të mira. Në punë të mira me nxitu sa ma shpejt, jo me la për javën tjetër, jo me la për muajin tjetër. Në adhurimet tona duhet me qenë qetë, jo me marrë me lexu Kur'anin shpejt. Mashallah filani për një javë pe lexoj ke pe baj ke hat me Kur'anin. Pse veç me kry, mirë po dal nga dale, meditoj rreth fjalëve të Allahut dhul xhelal. Edhe namaz, ajo që është Zoti ka bë 5 herë në ditë. Për atë arsye shpirti jon ka nevojë për Zotin me u qetësu 5 herë në ditë. Miran sejzi me thonë, o Zot falëm, o Allah më shirom. Namazin e drekës, të ikindis, akshamit, jacis, mirë për dhe kur zgjohemi në namazin e sabat. Allah në falë tja Rabbel Alemin, Allah në adhasht bereqet në kohë. E kemi përmen këtu në një hutbe nëse nuk keni harru. Ata robë Zoti që kanë jetu para neve, nuk kanë jetu shumë gatë. Nuk kanë jetu, vallaj, nuk kanë jetu shumë gatë. Mi për kër i shumë i punë të tyre, shka kanë lënë ata mas vdekjes, na më në dhonë Zotë i imre dhe 300 vjetë, që shtu që shënja të hesë me këtë ritëm, nuk kena mujtë me mri. Se na jena të gutë, qëre sot e gjuma, dikush thot po qysh sot e gjuma, asa shte e marte, asa e mërkure, ditët po hecin, kur nalesh në fund ditës, qka kena arritna, qka kena ba, qka kena lënë pas veti. Kena lënë një kapital që nuk ka me ardhë me neve, po ka me mbet në jetën e kësaj bote. E na duhet mu përgatit për atë kapital që ka me ardhë për në botën tjetër.